Shikon sot vajza të cilat e kanë me shumë stres dhe me shumë frikë martesën. Nuk do. Pse? Sepse një pjesë e tyre pra kanë parë në shtëpinë e tyre babain i cili sillet shumë ashpër me nanën. Shikojnë sjellja e tij pra me nanën tepër e rëndë, fjalë tepër të vrazhda. Ka prej tyre që arrin deri edhe tek rrahja, pra dhunë familje. Dhe ajo e merr me frikë martesën. Pse? Sepse mendon që edhe bashkëshorti i ardhshëm i saj do të jetë si babai i saj. Prandaj, vllai i nderuar, kujdesu që të edukosh vajzën tënde, mos ta marr martesën me frikë. Mundohu që në familjen tënde, në shtëpinë tënde, të tregohesh i mëshirshëm me bashkëshorten. Profeti alayhis salam porosit për sjellje të mirë me bashkëshortet. Le të jetë shembulli ynë në familje profeti alayhis salam, i cili nuk përmendet se ka dhënë dorë ndonjëherë pra tek gratë e tij apo tek fëmijët e tij. Prandaj le të marrim profetin alayhis salam si shembull dhe le të sillemi mirë me bashkëshortet, le të mundohemi që t'japim një shembull të mirë për fëmijët tanë edhe për shoqërinë. Allahu ju rujt.